mendoj se me këtë qendrim po shkelet një nga parimet më themelore të barazis midis palëve. Në qoftë se pala që pyetet ka të drejtë të përgjigjet, pala që pyet ka të drejtë të lexojë pyetjet dhe kjo ka qenë në të gjitha kohrat. E vërteta është që ajo citoni ju është jashtë kontekstit. Pse është jashtë kontekstit? Së pari, këto institucione nuk kanë ekzistuar në këtë formë në të gjitha vitet që ju përmendet. Së dyti, ka një taktik që është përdorur edhe për institucionet, edhe për Këshillin e Ministrave, siç e dini, në rastet caktuara për qëllime taktike, opozita vendos të heqë dorë nga pyetjet. Dhe kjo është një praktik e përsëritur në këtë parlament. Së treti, nga viti 2022 e këtej, pyetjet janë bërë siç duhet dhe zotëri, në të drejtën në rregulloren e parlamenteve të gjithë botës, jo vetëm që jep pyetjen me shkrim, por çdo deputet ka drejtën e pyetjes orale të pa depozituar. Kjo është e vërtet në Parlamentin Evropian, kjo është e vërtet në Këshillin e Europës, kjo është e vërtet në çdo asamble parlamentare ndërkombëtare. Dhe ju e hiqni këtë pa asnjë të keq. Tani pse ky kuadër? Ju e keni sot këtë qytetarë dhe qytetarë të dashur. Kur shifni këtë sallë, imagjinoni bunkerin e frikës të Franz Kafkës apo të një shkrimtari tjetër. Ju jeni me Katar, të gjithë ju keni dosjet e ata. Ata vetë kanë mëkatet e tyre. Ky është një kompromis që bëhet midis mëkatarëve, se si të mbuloni. Natyrisht unë e kuptoj që Uluziu nuk don që u të ngrihem dhe të pyes se si u çfarë të kujt janë ato dy kostumet që i solli Altin Hajri. Nuk don që të pyes për çantën Louis Vuitton, nuk don që të pyes për 500.000 euro. Ky tjetri nuk don që ta pyes për bisedat me Mario Çelen, nuk don që ta pyes për dëshmitë e Eriona Daupajt. As ai nuk don, se ai flen mbi dosjet e krimit. Ky është një kompromis mbi krim dhe ju bëni një gabim historik në qoftë se hiqni deputetëve drejtën për të pyetur. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Balla.